kandidatat as që 3 vjet po thojnë, po s'po mujnë dyqysh mu kap, se këto është... Në qofse i këshyrim përforcimet edhe lëvizjet... Përforcimet i kanë botë mira Prishtina. Edhe Gilani me nej që është ato konkurent për titull. Unë e thëmë që Prishtina edhe Gjilani pas shumë viteve, sefte ja kanë qëllu me përforcime këtë vit. E kanë marrë detorin e risë për të Gjilani prej vështërës. Nashta ka të bëj edhe ajo. Zhokun tonë. Nashta ka të bëj edhe ajo, e përshëndesëm Liri Danametin e përshëndesëm. Kanë marrë Gjilani ka bo merkato shumë të mirë, po ndeshje miqësore Prishtinën e Reson e mujti. Më duhet na vajte ka barazu në meni. Nëse ti lunë me ekip të ligës parë, nuk i mon lekcion, qysh do monisti për titull. Të drita kanë fillu problemet që edhe... Miqësore këto. Ndeshje miqësore, në rregull, pra, s'pilujna heq. Masi ko kanë miqësore, se ti lunë, po s'pilujmë heq, pra. Për rezultat ndeshje miqësore. E që për çka lunë, se ti ko ke trener shumë vjeçar. Hajde kallzona treneri Lori Gashi, pse lunë ndeshjet miqësore? Po, për me po gjendjen... Edhe me hupën fonda, po? Jo, me hupë. Këshyre gjendjen me hup. Këshyre gjendjen edhe hupë se nga i golim. Po trener, ti ndeshje miqësore. A fut ndeshje miqësore... Ndeshje miqësore, zotni, du të me bo presingun, du të me bo presion kundërshtarit, du të mja qarkullu topin. Jep hapsirë lojtarit të ndeshje miqësore. Jep hapsinat, du të mja jep edhe golën. Po që s'lun me net informacion ndeshje miqësore... Në moment ai kundërshtari ty kur ta qarkullot topin, kur s'mon i bon ti pressing, kur ai kundërshtari del me topin qysh dush, ti do me thonë s'ka kënë regull. Për që ato e ndeshjet miqësore. Edhe është ndeshja e fundit, nuk është ndeshja